Fotografit e Eugen Pita rikthejnë Shqipërinë e viteve 20 në Shkodër. Një udhtim unik në kohë është hapur për publikun në Shkodër përmes ekspozitës fotografike Shqipëria 1921 Eugen Pitar, i cili ka sjellë për të parë një format të plot dhe të kuruar imazhe të rralla të Shqipërisë të fillim shekullit të 20. Ekspozita i kushtohet antropologut dhe studiusit zviceran Eugen Pitar, i cili së bashku me bashorten e tij Helen Pitar udhëtuan nëpër Shqipëri në vitet 21-24 duke dokumentuar jetën e përditshme, qytetet, fshatrat, peizazhet e paprekura të vendit. Përmes objektivit të tij Pitar ka lënë një trashëgimi të vyer fotografike që sot shërben si dëshmi historike dhe kulturore për Shqipërinë asaj kohe. Dashuria e tij për vendin nisi në vitin 1910 pikërisht në Shkodër gjatë vizitës së parë, duke kthyer këtë qytet një pikë referimi të veçantë të krijimtarisë së tij në fotografi.